Eleanor Roosevelt thot se gruaja është si një bustin çaj. Asnjëherë nuk e di sa e fortë është nëse nuk e provon me ujë të nxehtë. Kjo vlen për të gjitha gratë që në 8 mars, ndryshe nga ditët e tjera të vitit, kanë mundësi të ngrenë zërin dhe për më shumë të drejta dhe më shumë mirënjohje. Në Divjak Elion Braçe, përveç se deputet aktiv u kujdes që në ditën ndërkombëtare të gruas, të tregoj për kujdesje të shtuar për një kategori të brisht të grave të zonës. Gratë e vetme si kryefamiljare dhe fëmijët e tyre jetim, u mblodhen në një festë që do të kishin dëshirë të ndodhte më shpesh. Për të ndihmuar nënat se janë shumë në nevojë, kanë shumë nevojë për këtë përkraje, për këtë ngrohtësi, për këtë mbështetje. Ju nuk e keni idenë se sa të nevojë me kanë këto, sidomos ta fëmijë. Ka shumë nevojë, sidomos edhe për gratë që janë për përkrahe, duhen më shumë të përkrahura, sepse festa e nënës është festa më e bukur në botë. Fëmijët që kanë pasur fatkeqësinë të mos kenë figurën atërore në jetën e tyre, nuk e fshehin gëzimin për dhuratat e marra. E hape dhuratën? Po. Të pëlqeu? Po. Çka kishte brenda? Një arush edhe një kështu fotografi. Këto janë ato që doje ti, a? Po. Faleminderit. Të pëlqeu? Po. Çka kishte brenda? Panorama. Janë ato që doje ti? Po. Faleminderit. Por dhurata e vërtet ishte lajmi, që deputeti Braçe u përcolli grave për pensionet e posaçme, shëndetësi dhe arsim falas brenda pak muajve. Në Divjak po punojmë shumë fort edhe për këtë kategori, duke filluar nga shërbimet shëndetësore, ke shërbimet arsimore që për këto familje ne i ofrojmë falas. Edhe me kontributet qeverisë qendrore, po edhe këtu me kontributet bashkisë. Po mundohemi të angazhojmë jashtë mase fondet tjera përtej fondeve qeveritare dhe tani edhe me këtë ndihmën tjetër për t'u lidhur një pension modest të gjitha këtyre familjeve në nevojë në këtë aspekt, në aspektin e grave kryefamiljare dhe të fëmijëve të tyre jetim. Kështu që unë besoj që brenda këtyre 2-3 muajve të ardhshëm ne besoj të realizojmë edhe këtë gjë. Politikanja, aktivistja dhe ish gruaja e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Roosevelt, besonte gjithashtu se ardhmja u takon atyre që besojnë në bukurinë e ëndrave. Dhe gratë e Divjakës morën një premtim që do t'u ndihmonte sfidat e së ardhmes. U mbetet ta besojnë dhe të presin përmbushjen e tij.